Në seancën konstituive shkoi pasi I kishte dërguar një letër kryetarit të Kuvendit të Kosovës, anise edhe ky nuk e mban atë pozitë, se ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit, kurse menjëherë pas dështimit të saj shkoi në zyrën e tij. Megjithatë pati shumë dilema nëse I njëjti ka të drejtë ta bëjë këtë në bazë të ligjit për qeverinë e Republikës së Kosovës. Melos Kolçi nga Instituti I Kosovës për Drejtësi thotë se veprimi dhe letra e Kurtit nuk përbën akt të dorëheqjes. Nuk përbën akt të dërheqjes, për arsye që dërheqja nuk duhet që të lejaj hapësirë për interpretim, dërheqja duhet të jepet ose mos të jepet e mandati të vazhdohet të procedohet tutje. Realisht këtu kemi një situatë kur një individ nuk ka të drejtë për të qenë edhe kryeministër në detyrë I cili është zgjedhur nga legjislatura e 8 dhe të jetë deputet I Kuvendit Republikës së Kosovës në legjislaturën e 9. Kolçi kritikon dhe mbajtjen e sotme të mbledhjes, duke thënë se nuk është e lehtëshme. Qëndrimi I tij sot në zyrë nëse veç dje konsiderohet si letër e dorëheqjes siç është proklamuar, është një qëndrim I jashtëligjshëm dhe që nuk përkon me të drejtën dhe rendin kushtetues. Sipas nenit 28, mandati I qeverisë përfundon me shpërndarjen e kuvendit. Prandaj ekzekutivi po insiston se nuk ka qenë e nevojshme formalisht dorëheqja e tyre, meqense ata që nga 23 marsi janë vetëm qeverinë e detyrë.